الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجت الأفديت falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë për ti falë dhe udhëzim, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij të pastër dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne domodin edhe pak po e përcjellim këtë muaj, e lutim Allahun xhelalu ala që Allahu ta ketë pranuar prej neve. Jemi në pjesën më të rëndësishme, ajka, edhe pjesa e kajmakut të Ramazanit, ku në këto net pritet të jetë nata e Kadrit. E lutim Allahun, Allahu na mundson që ta qëllojna natën e Kadrit, e në atë natë të mbushim, domethënë fletët e jetëve tona dhe çasteve tona me lutjet të pranuara prej Allahut subhanahu wa taala. Do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar në këtë Ramazan duke folur për trajtimet dhe karakteret e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në raport me kategoritë të ndryshme të shoqërisë së njerëzve. Sot e kemi një kategori e cila është pjesë e jetës tonë, pjesë e përditshmërisë së njerëzve, dhe ajo është kategoria e hasmive ndërmjet veti. Si sillej Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në mes të hasmërumve, në mes të atyre që kanë rënë në konflikt dhe grindën dhe kanë zënë ka për dë një çështje prej arsyeve të cilat kanë pas mundësi me uzar. Çdo shoqëri ka zonkat e veta, ka grindjet e veta, ka mosmarrveshjet e veta. Por ne me këtë zonk, me këtë mosmarrveshje, hasmëri, e kemi për qëllim atë që nënkuptohet me fjalën khasm në gjuhën e arabëve. Dallon në disa prej asaj që e kanë përmend dietarëve se kemi disa prej mosmarrveshjeve. Kemi mosmarrveshjet me ndimeve. Ti për shembull spajtohesh me dikan, por ai shkon udhën në vet, ti udhën tane. Si lip aty kur gjas, ai ti nuk lip kur gjas. Apo kjo është mosmarrveshje në mendim, por nuk keni hasmëri. Çfarë do nuk keni hasmëri? Ju prap mundi mu taku, prap me bisedu, prap mos mu pajtue. E çka është hasmëria? Hasmëria është kur ki grindje, mos pajtim dhe lip piti diçka më të dhanë. Që kjo hasmëria për së flasim me lejnë Allahu te bareke ve teala, edhe në gjuhën tonë, hasëm i thojnë atina i cili ti i lip diçka. Hasëm i thojnë ati i cili ti i lip diçka. Ndërsa kundërshtari mund të jetë laraman. Pra mund të jetë kundërshtim mendimesh, kundërshtim idejash, mundesh me diskutu me dikan, keni mendim, ai ka një mendim tjetër, e kështu me radhë, kjo nuk nënkupton hasmëri. Pse po e cekim këta vëllezër? Sepse shpesh herë prej muslimanëve i keq kuptojmë kundërshtimet dhe hasmërit. Nuk do me dhanë se e ki hasëm dikan pse kundërshtohesh me ta. Hasëm që do me dhanë kur ti lip pi ti hak. Që kjo hasëm? Kur ti prej ti lip hak. Andaj të na përdoret hasëm kur ka vrasje. Por hasmi është edhe kur ki do më mos parveshjen pare, që do ta shohim nga rastet se ti ka zgjidh pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj e kemi për qëllim të hasmëruarit në mesveti në ndonjë hak prej hakeve të cilat e lipin njëri prej tjetrit. Dhe nuk e kemi për qëllim kundërshtimet dhe diskutimet dhe domodin mosmarrveshje se kanë mundësi me ndodh në gjërat më të lehta se sa haki. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ardhur sikur që i ka drejtuar shumë prej kategorive dhe gjërave në çështjen e drejtësisë, ka qenë drejt edhe i lehtë në zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes hasmive. E pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ka shumë raste, na do të mundohemi sa të kemi kohë me përmend, ndërsa për këtë meselë ka shumë. Gjasë njerëzit janë hasmëruar shumë. Edhe pejgamberi sa kur ka shkuar në Medinë edhe në Mekë para asaj, ka gjetë hasmëri shumë ta. Hasmëri që i kanë trashëguar njerëzit. Kima ka vrarë djalin, kima ka vrarë axhën, kima ka marr tokën, kima mi ka marr parët, ç'kjo bunari jam. Kanë ardhur me mëson ka thënë ja Rasulullah, para se më ardhi pejgamber, ç'kjo ka bunari jam, kima pat marr se u kanë më i fort. Kthema ja Rasulullah. Hasmëri
apo mirë për ne do të mundohemi mi përmend disa raste më të rëndësishme e pastaj mundalem me disa premtime sa i kanë nxjerrë dietarët nga këto raste të cilat i kanë ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Ka'b ibn Malik, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot një ditë prej ditëve i patallon borxh një shoku tjetër i cili ka qenë Ibnu Ebi Hadred. Thot edhe ishmi në xhami, edhe u hasmurun për borxhin. I ka thonë ky Ka'bi, kthe ma borxhin. Si kam shumë andej këndej. Thot derisa i ngritëm zanat në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe e çeli derën perdën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i tha o Ka'b. Nëse Ka'bi ka transmetime se Ka'bi ka qenë prej sahabeve më të ngritur, apo dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam nëse e ka pa hasmin me një hasm tjetër dhe njëri prej tyre ka qenë më i ngritur, më i mëshëm, më i urtë, ka bë me isharet ka ai që të shloje pejaj, që të toleron për hakin e vet, që ta kryej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më let hasmurien. Andaj e ka qel perdën alayhi salatu wassalam, qase e dini se ka pas ngjit shtëpinë. Edhe i ka thënë o Ka'b. Edhe i ka thënë Ka'bi labbaik ya Rasulullah. Të përgjigjem labbaik, kush ka shkuar haxh e din. Apo thuhet labbaik Allahumma labbaik. Çfarë do të thonë labbaik? Tu përgjigja në thirrje. Andaj e kanë pas arab tradit, pra labbaik sikur tu nështrova komplet. Ka thonë labbaik ya Rasulullah, Ka'bi, tu përgjigja ya Rasulullah. Ka thonë da min dejnike hadha. I ka thonë alayhi salatu wassalam, ka thonë edhe i ka bon me isharet. I ka bon me isharet, leje këtë borgjin gjimësën, shloja gjimësën. Po Ka'bi ka thonë borgjin njerit. Ka thonë gjami, po lipën, bema, koha ka ardhë e kështu me radhë. Për nësa me ka po, Ka'bi është ma i lartë. Ka thonë o Ka'b, leje pak këtë borgjë, edhe i ka bon me isharet gjimësën. Gjysmën e borgjit tanë, leje. Atër i ka thonë, laqad fa'altu ya Rasulullah. U kryt, gjysmën e ka të falt. Atër i ka drejtue Ibni Ebi Hadredit, edhe i ka thonë qum faqdihi. E tash këti tjetër i ka thonë këtha e ti gjysmën tjetër. Kështu e ka gjiku pejgamberi s.a.s. një nga kundërshtit dhe asmërit të sëtë ka ndodhë në xhami. Në këtë hadith ka një grumbull të mësimeve të senalmi, ka një grumbull dhe por se nuk kemi mundësi me i përmen të gjitha. Cila është prej mësimeve të para? Kanë thanë se njeriu, me gjithë se sahabja Ka'b ibn Malik është sahabi ngritur, sahab me nam. Edhe këtë tjetëri sahabe, po ky njani me nam të madh, njani me më pak. Kanë thënë dietar, njeri hasmërohet për parët e veta. Edhe haron që në xhami bile. Se parja të gjua arabëve na i thojna mall. Gjuna arabëve është mel, me l. Apo na i thojna mall i jot. E çka do të thonë mall në gjuhën arabe? Anim. Të le shtremt malli. Çështu ti, të këshir mallin tan, mbetet shtremt. Apo e kanë dhënë dietarët, këtu a ka çortim për Ka'bin që i ka çu zonë ndërsa ka nipi nga Islam? Jo, pse? Është normale njeri me lip hakin e vet. Haki jam është për këtë arsye ka zbrit Allahu ligj, çish me drejtu parën, se parja ç'është e madhe. Por një dinar njeri ban bela. Andaj kanë thënë natyrshmëria e dashnisë ndaj pasurisë. Është e natyrshme. Njëri më thon, pse valla çon shumë pluhun për parët e tua? O të mijat ja. Ja, kur janë të mijat, andaj kanë drejt me çuplun me hak. E para, e dyta, kanë thënë pejgamberi s.a.s. e ka përdor isharetin me njerëz të mëshëm. E që shumë mungon të neve vëllezër. Çfarë do të thonë isharetin? Thot transmetuesi fa ashara fa awma ilay, i ka bën me isharet gjismën, leja. Edhe kjo është vlera e Ka'bit që minjare ka kuptuar. Apo, për shembull ti e çaj dikush ka konflikt, apo s'u janë të marrë vesh. Dhe ti i ban me isharet, ai s'kupton. E muslimani vëllezër do të më kuptojë me isharet. Andaj kanë dhënë dietarët, janë pajtuar se në Kur'an ka isharete. Në Kur'an vëllezër vijnë disa tekste zot janë bëje, mos e bëj. Ja pe çekaç, bën e çekaç. Për shembull, fali 5 vakt. Kjo s'ka këtu ambani isharet, jo s'ka bëj isharet, ka kallu 5 vakt i kije. E çka është me isharet? Me isharet, cila është? Me ishareta kur Allahu xhelalu don ti me bani diçka, po s'don me ta bë farz. Apo don me bëti një diçka,
por nuk ta ban farz. Jep isharet. Çish është ishareti? Thot Allahu xhelalu ala duke nxit konfliktin me e shujt mes burrit dhe gruas, çka thot? Apo wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatu an-nikah fa'fu wasfahu. Thot Allahu xhelalu xhelaluhu, e nëse i bani talak grat pa i prek ato, aja o keni dhanë një qajin, atë mehrin, apo atër thot Allahu xhelalu ala, edhe e ke dhanë mehrin, tash e ke shluhe, pa e prek, thot Allahu xhelalu ala, që do të me bëhe? Thot, me ja dhanë gjysmën, apo mirë po, mirë është me shlu pe. I thot, grujës, mira mës me morë të këta, se s'ka mora i buri. Është tamam, ta ka bo merin, po si një pajtu, si një martu, as se ke pa, as si një prek, largoju. Tha Allahu xhelalu ala, wala tansaw al-fadla bainakum. Mos haroni se është mirë njëri me bo mirë. Mos haro se je musliman. Apo, njëri për shembull i thuti, "Qyre, hak e kiçet ta?" Po hak është edhe me e shlua, që do të vim të një njeri i cili ka vrarë njeri. Dhe pejgamberi sa me ka nxit me fal, njerin me e fal, sallallahu alaihi wasallam. Andaj ishareti është shumë rëndësi. Ishareti është shumë rëndësi. Pse disa gjëra kuptohen me isharet. E Ka'bi minjare ka kuptuar. Ka thonë leje gjysmën. Apo edhe pastaj pejgamberi sa mi ka thonë krye pjesën tjetër. Po ta shlyje borxhin se ta lirova. Që nëse njëri ka pas 500 euro borxh, edhe vin te një dietar apo te ai që ka gjikohen me libër Zoti xhelel xhelal. Edhe ja zbrit 250. Tash hak e ka i mi kthi 250. 250 ja ka largu. Kjo ka qenë prej trajtimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në gjykimin mes të atyre që janë hasmëruar në mesveti. Tregon Aisha radhiyallahu anha, hadith që kanë thënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, thosë në ditë prej ditëve i niti disa zana për nësëm të ngritur. E kanë qenë të hasmëruar në borxh. Thot, njëri i thonë të tjetrit. E këtu nuk kanë kallëzu gjithmonë kur ka pasur një rast që dikush ka bërë një vepër që të cenohet, transmetuesi e fsheh atë më. Dhe kjo është për begatisë të madhe dhe mençurisë të lartë të sahabeve. Se po ta kallëzoj unë mësimin, çka ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush janë ata, s'është me nevojë, njerëzit, për sahabeve. Shka arpi dikuj tjetër, për sahabeve. Thot, njëri i thonë të tjetrit, liroma me pak borxh, fal me pak borxh, edhe jepën pak afat, mos ma shtrëngo. Apo, ta shkanar dy veta, tu rrok, borxhin këthema, kjo ka thonë, lirom pak, zbritje pak borxhin, apo, dhe këtu ka thonë djetarë se lejohet mi thonë njeriu, hek ma pak borxh. Nëse e ke morë për shemë dikuj disa euro, ki drejt mi thonë, a ban ma pak, s'po muj, po du me këti borxhin s'po muj. Edhe i ka thonë, bo pak ma i but me muaj, lem pak afat, mosum shtrengo. Edhe a i ka thonë, pasha Allahin, as ma but, as afat nuk shti, as nuk të liroj. Dhe ka bo bejnë Allahun. Ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë, ejnë lë mutaalli ala Allah, la yef'alu l-ma'rufe. Kush është, ku është ai i cili bën bejnë Allahin, se zbën veprat mira? Apo, tash ai çka ka marrë borxh, pi thotë ti, liron be pak, shloje pak, se s'po mund me e kthi. Ki ka bobe, jo valla, s'ka, këta ma borxhin. Sa e kanë edhe hiç na fat, më një herë. Atëherë për mësam ka thonë, tu ka ardhur disa transmetime se ky njeri ka qenë më i miri. Po nervoz ka thonë vallai, bere borxhin s'ka. Atëherë ka thonë për mësam, ku është ai që ka bajë besë, s'ban veprat mira? Por ai ka thujt sigur kërkesën e palës tjetër, kjo vepër e mirë, më ja shlu borxhin në vepër e mirë, më fal ket, është ala më vepër më e mirë. Atëherë i ka thonë pejgamberi alayhis salam, i ka thonë për mësam, unë ja Rasulullah. Apo, unë ja Rasulullah. Ka thonë, let fole çka doje, çish ta laj ajo në pela. A si doje ta shket apo do më afal gjysmën, i çka doje. Pse? Se ka intervenu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai ka thonë, walahu ayu zalika ahad. Let ta laj tash ki kundërshtari jam, çish doje punën. Pse? Se për mësam ka thonë, ku është ai që ka bën te be se ban veprën e mirë. O shumë rëndësishme në hasmori, në kundërshtar. Kur dikush ka zank, çash njëri më shkoje, vije për peni. E ti fole këti pak, shlo ti pak, edhe ti shlo pak,
sepse nëse nuk shlohet vëllezër nga dy palët, vështirë është më pajtuar. I kërkohet cilës palë me shlue. Andaj pejgamberi alayhis salam tha kush po ban bejn Allahun se s'ka me bëj vepra të mira. Shikoj si e ka, andaj ai kujtohet në fillim. Ai kujtohet në fillim. Kur thash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me çka i kanë drejt çkit çeto gjenerata, breza të mirë të muslimanëve, veç me një pajisje. Me një pajisje. Cila pajisje vëllezër? Allahu dhe dita llogaris. Allahu dhe dita llogaris. Ka dalbe, kush është ai që përmend Allahun për me bokeç? Kush është ai i cili përmend Allahun se van të mirën? Dhe tash njëri me thon ti kështu. Për shembull, ti je ngatruar diçka. Edhe hak e kije që je ngatruar, po edhe s'po ta japin hakin. Dhe njëri thot por irt Allahun. Allahun po ta bëj be. Leje. Dhe këtu del pa sa është i madh Zoti te ti në zemër. Ç'tu del pa? Ç'ish del pa? Sepse ai borxhi çka të tranu, haki jo çka të tranu. Kur të bijet me emrin e Zotit, ja thuj, emri i Zotit tranon. Shkoj haki. Apo ç'i shkon haki vëllazër? E çet hakin tan peshore. Edhe emri i Allahut në zemrën tonë, në peshorën e zemrës tonë. Cili ranon? Ai çka e ka imanin e fortë, emri Allah ranon, e fluturon këta. Apo a do të bëjmë sa më shpesh ka thënë, do ditën e gjykimit fluturojnë këqija. Çish fluturojnë? Çish fluturojnë? Ka thënë alayhis salam, vihet la ilaha illallah në peshorën njëra natë. Edhe vendoset në anën peshorës tjetër. Provoje në peshore, provoje ka diçka, gjuj diçka në lehtë ta. Edhe gjuj ka që tran diçka tran. E gjuj në peshore këtë tjetër, apo e kur të noj diçka në tran në zemër, e çka ka te muslimani maran se sa Allahu po ta përmeni. Po baj bejnë Allahu xhelel xhelalu. Andaj pejgamberi sa tha, kush e bani bej Allahun se s'ban mirë, kimi njerë u dërzu sahabja, tha, u krija sura. Çish ta loj aj, çashtu e lan. Këtu vëllezër ka shumë prej mësimeve, kanë nxjerrë dietar një grumull të madh të mësimeve, por se nuk kemi mundësi mi përmend të gjitha, do ta përmend vetëm cilën vëllezër, ndërmjetësimi në emër të Zotit, është shumë i mirë. Ndërmjetësimi në emër të Allahu xhelel xhelalu. Andaj pejgamberi s.a.s. kur vishin, nga se shumë ka dhe tash po i hazoj shumë prej rasteve. Kur vinte dënjëherë burrë gruaje, hasëm, janë rroksar. Da kështu, jo kështu, edhe muda. Çka i thonë të mësa burrave, kujdesve, kadaleve, se nemën të Allahit e ke bë halal. Shiko, nemën të Allahit e ke bë halal këtë gruaje. Ti ke haram e ke pas këtë gruaje. E çish nemën të Allahit? Po me niça. Nemën të Allahut, nemër të Allahut me meher, me kujdestar, e ku mba këtë gruaje halal. Tash, pse përmend të nemën të Allahut? Se tash, a ki kujdes, nuk ka vetë tash veç haki jot këtu, edhe haki asaj, haki fëmijëve. Allahut nemërit ja ke morë për me bë halal. Kjo e madhe. A ke pa ti për shembull, që ta kuptojna. Ti e merr një njeri për me ta sos një punë. Ki problem me njanin, me ta kry një punë, s'kiti shumë peshte aj, vjen një tjetër ka peshte aj, ndërmjetës. Apo, mësit. Edhe ta kryjnë punë mësiti. Apo, edhe pasaj ti rokësh me atë. A i ndërmjetësi sa thot, ka dale be vla mësëm qëtë mu pozit keqe. Ka dale dhe se ti mu morën mes, shtash për më qëtë pozit keqe, apo, që kur plot për njerëzve. Apo, e shkelin fjallën se kanë gajle. Shko dhët ti dhuj babgjishit ma jape qikën mu, shka të thoi aj, s'ka problem. Mësane, thot, unë e mirë në vesh me grujën. Ka dale burë, se fjallë e burit ta e madhe. Apo, e ato të në shtash mirë në vesh. E pse su more vesh pi përpara? Nështë me pas frikë Allahu në gjellola ku ta i fjallën. Që ka thonë të alej salat e selam? Ka dale, pe merë Allahin me ta ba halal një diqka. Pastaj, haki jem, beq haki jem, drejta eme, kështë me ratë. Kujdes, kur ta bajsh diqka në emën të Allahut, halal, e je musliman, ata shikoj, ka thonë djetarët, me ndërmjetësu në emën Zotit të njës ka janë asmërue. Kështu pan të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Tregon Sahel ibn Sa'di radhiyallahu an, se një për ditëve i vindi se sahabi thonë, ja Rasulullah, mahalla e xhamisë Quba, ku shakon në haqë apo në umre, e ka vizitu këtë xhaminë e Qubas, thot, ka ardhur smetuesi ka thonë, janë rrok ja Rasulullah, derisa janë të gjujt me gurzi. Apo, e tash nëse thot njëri çyshbe sahabët janë qenë njerëz. Janë qenë njerëz. Dhe na përmend arabët janë qenë njerëz që i kanë thënë hund për pak e për shumë. Edhe këto i ka drejtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kur i kanë kallzuar pejgamberi ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, idhhabu bina nuslihu bainahum. Hajde shkojna i ndresna. Hajde shkojna i pajtojna. Shikoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ke truni i ti
shpirti i tij o silrat ti pajtojna. Shlopën valla. Hajt Allahi. Hajt ditën e kiametit e merr. Hajt ta kthen Allahu. Shiko, kit don boshti, orbita i pejgamberit sillat, fale, leje, ndreçe, pajtoje. Pse? Ujdese. Çu kanë? E çu jena na? Na nuk shlojna pe për hakin ton. E lutem Allahun që Allahu na ban me moralin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka xhiku doniher edhe mes hasmive, po ka pas rast ku hasmi në mes veti, kundërshtat në mes veti, me që njëri prej tyre familjarit tina. Sikur që i ka ndodh Abdullah ibn Zubairit, sikur që i ka ndodh Abdullah ibn Zubairit, e Abdullah ibn Zubairi është djali Halës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Abdullah ibn Zubairi thotë se i na kon Medinë, thotë edhe unë kom pas një baçe, edhe një burr pi Medinazve ensarve, edhe ai ka pas një baçe. Kush është ky? Nuk e dina. Ja ka mbrojt emrin. Kjo vëzhro maja e sahabëve. Këta nuk e ban pos njerive. Posa i cili tamam ka njerëzillok të madh. Kush është ky? Veç rastin të ka kallëzuar. Thot unë Abdullah ibn Zubairi, djali i Hallës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot e kishte një baçe, thot edhe ai e kishte një baçe. Thot edhe i kishmi ato kanalet ku vike uji. Thon te uji vike ka unë një herë e ujit që unë e baçën time, pastaj ja shlojsha kushijës. Apo sepse haki i ujit që është vëzër, ai çka mangat i çatihet. Apo thot edhe një ditë për ditëve ky burri prej kojshive të Abdullah ibn Zubairit i ka thënë ma le pak, do më thënë ma shpejt të mbjene uji, mës ma nalë, shlema pak ma shpejt. Abdullah ibn Zubairit ka thënë tamam, unë e kry temën, pastaj vjen të ti. Edhe kanë shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e kry meselën. Në të gjikoje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kur i ka tregu rastin, i ka thënë pejgamberi Zubairit, ka thënë o Zubair, ujit e baçën, pastaj shloja kushijës tanë, po mos e marr këtë hakin. Domthon, ujit e jo deri në fund, domthon derisa ta shifshi që e morë këtë hakin e ujit, shloje pak më shpejt. Po tolero pak se ti je Zubairi, Abdullah ibn Zubairi. Apo këtu do të shaka se ka shlupe. Ka shlupe, e ka thirr për me shlupe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Zubairin, domthon djalin e Hallës. Atëherë u ka nervozu këtë tjetëri. Edhe i ka thënë, ja Rasulullah, pithu që shto, veç pse e ki djal Halla, që ka tash, ki ka menu që ka hip, a nervozu. Shtë dhëtë Ibn Hajar al-Asqalani, edhe Ibn Abdul Barri, edhe Imam Nevawiju, i është falë këti sahabijut, kjo fjalë, se o konë nervoz. E nervoz falën disa gjëra. Nervoz falën disa gjëra. Pse? Së konë, është ashaj ka gajlën uji baçja, edhe i ka thonë, ja Rasulullah, en kanë ibn ammetik, a vetë pse e ki djal Hallët, a shpëthu që shtoa. Pse s'pëthu që që thash une. Edhe u ka ndru në gjyra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se kjo dhe shka i bje, tash ti e patrejtësisht të gjikua. Se e ki djal Hallë këtë. E mua më kive shok. Thot të lauan e vëgjhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ju ndru qerja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë këti i thash, Zubairi e ka hak ujin i pari, uji këti janë i herë. Unë po thamë, ujit e ma shpejt, shloja kujshijës. Ta shti po më dhu, apse i ki djel Hallëja. Atëher i tha për mësram, o Zubair, ujit e baçën deri sa të gufoje. Me edhe komplet hakin tash. E po? Unë i thash djalit Hallës, shlope, ti po më dhu, a vetë se i ki djel Hallëja, atëher apo do me hak, deri në gjilpan, po. Tha ujit e deri në fund, deri sa të dale uji te muri ati. Pas ta i tha shloja. E që ka vëzë kur i ngushtohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot Zubairi, unë mendoj. Që ka vëzë, sahabët janë kanë shumë precis. Allah në mundsof me kanë në rrugën e tyre, ja Rabbel Alamin. Ka thonë, unë mendoj se një ajet i Zotit ka zbrit për çiftin e këtina. Nuk ka thonë 100% Allah. Tu sahabe, keni pa njerëzit sot rrokët me dikan atje, qajtore, rrokët me dikan xhami, polemizojnë për do një mendim sa të shkojt e shpia. Cëli ajeti për shtatët bektina? Që? Ajde o kafir. Ka dale Allah se s'ta ka ba Allah i Kuranin ti me gjujt me guri njerim, pëse ti asë mëru. Ka dhe ke veti që e ka qatë tefsire, qatë kuptim. Qysh lull me fjallën Allahu.
Shiko Zubejri, thot unë mendoj se diju në e sigur të anë qështu, se ka Allah, ka pejgamber alayhi salatu wassalam. Tha unë mendoj se një ajet ka zbrit për çiftin e këtina. Cili është ajeti? Në surën Nisa, ajeti 65, thotë Allahu te bareke ve teala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Ka thënë Allahu xhelalu ala, jo pasha Zotin tan, o Muhammed, ata s'janë musliman të vërtet derisa për hasmoritë e veta ti të gjikosh mes tyre. Apo thumma la yajidu, e pastaj mos të njën ngusht për asaj që ka ti ke gjikue. Apo, kjo nuk ka e lejtë, ki sahabë u kanë rëvëzu. Ka thëmë se i ki gjelhala. Shiko vëzër, mirë po mësa nuk tha, o kafir, që ishbe mu ti po ma këtan lafi? Thot Imam Nevawiu, i është falë ti sahabijut, sepse njeri kër e lip hakin, habitet. Ka haru që kjo për nga merë, kjo gjikon për patrici. Apo, andaj kjo shpesh në ndodhë vëzër, neve. Vindi veta janë asburu, biznis. Ti thu qështu vla, unë që shpesha. Apo, mësa një veç këta njështë, hoxha e dojë këtë ma shumë. Ola, hoxha sa ti interesu, as për këti, as për ti. I dhash njanit, ras, konkret, për pasuri, kapitale, për mi do kapitale. Qa që ardhë puna, thash, o vla, s'kimi mi këthive mu parët, këtina. Se u dash ke njani mi a këthi parët tjetërit. Aj, atë shpolimizante, sikur mu me mi dhanë, thash, oj, si ti mi dhanë mu e, këti ti a dhanë. Habitet njerin, apo i falet. Pse i falet? Se habitet njerin, të hak i jepse, edhe kujton që i hoxha kam i mor parë, jo vonë s'kam i mor parë. Unë jam të xhikue. Këti ajo parë. Andaj thot Imam Nevawiu, ja fali Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këti njeriu, se nuk e ka përmend Zuberi, mirë po këtu vëzë ka kërcënim. Cili është kërcënimi? Që njeriu ket kujdes të refuzimin e ligjit të Allahu xhelel xhelalu. Andaj bëjmë sa tha, po u jetë tha deri në fund tash. Çe hak e ashtu. Unë tolerova, ti nuk e more tolerimin. Te isha dhe zë për këti hadithi ka shumë mësime. Djetarë kanë zirë një barë këtë mësime, të satë nuk kemi mundësi të gjitha me i përmend. Hadithin e kanë zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. Mirë po për mësime që e kanë zirë djetarë dhe zë që neve na duhen, cila dhe zër është që njerëzit me pozita, me nam, për shemull, të zë vetën ma plak, ma të urt, familje madhe, edhe kini hasmori, për pare, apo tokë, eksumerat. Dhe zë, cili është roli njerit pjek, cili është roli njerit musliman tamam, kur ka te na subhanallah, wallahi sa familjet i din, familjet s'flet vlla me vlla, s'flet djal me nan, dim raste, wallahi thësha një qish mund është mësmi fol nanës, u ka ba dhe ke ka i vlla i qetër a i patrejti, qiko, nana vet, po që u ka ba, nana vet që shtu ka menduhet, apo duhet ti mos mi fol nanës tane, vallahi nuk i fol. E pastaj hoxha pranohet agjërimi, e po pejgamberi s'sem ka thënë Allahu si pranon veprat e atyre të cilat nuk flasin me familjarët e vet. E nana, e baba, e vllavi, megjithëse dietar ka thënë s'pranohet shpërblimi, apo borxhin e sos, a mos shpërblim s'ki hiç. Sa mos mu dënuar, a më në ahiret ti di sa hakja i madh, çysh në xhenet. Andaj kujdes. Ka thënë dietar, njeri me nam shlompe. Andaj i tha për Sam Zubeirit, pse ishte Zubeiri ishte njëri madh, me që se kish djelhale, për Sam nuk dëllë me gjiku pse ka djelhale. Tha o Zubeir, mëse merë këtë hakin shloja pa, qështu duhet më ka njëri me nam, njëri cili ka pozit, jo njëri me pozit mu rok për gjilpan, apo vetë se haki jem, po ka dalë edhe se ti ki nam, nuk ti ki nam njëzit këshiri që ka përbanti, apo nëse ti ta zojna i e ma i plak, a i e hoq, a i e djetar, a i e hafëz, a i e imam, edhe njerëzit qojnë të rok për një dinar, po ku me ati imam lëke këti, ku me të vlera e këti, ku me që kje njef pejgamberin s.a.s. Apo i e plak, apo i e haji, ku me që i e haji, ku me të, apo andaj kujdes la, si fol pse, se një dhomë s'ma ka dhanë muë, që qështu. Edhe një më dhatë, a jehudia hoxha, se njeti, ki muslimani i madhë. A jehudi, ki ka në musliman, asë nuk faret asë kurgja, e jehudia aj. Kujdi di shka jehudive, vëllam. Kujdi, di shka jehudi. Andaj, ki kujdes, qiko për nësam tha o Zubej, leje. E dyta dhe zër, kjo është ligjë Zotit. Nuk e merë dikush tolerancën e Allahu Gjilluala, edhe pejgamberi s.a.s. me refuzim, vetëm se i vjen ma e shtrëngume. Ma e me këta. Kjo ligjë Zotit Gjelluala.
Këta e shohim në Kur'an në surën Al-Baqara, ku Allahu xhelalu ala na tregon në rrëfim të Benu Israilve. E kish vrarë njëri axhën e vet. E ka vrarë axhën e vet. Edhe e ka nxjerr nudhe. Edhe ka nis me kajt axhën. O axha jam kush ka vrarë? Shi njëri do të s'ka bën. Si ka bën njëri? E ka vrarë axhën vet. Ka dalë në rrugë, kush ma ka vrarë axhën ja nis me kajt. Kan mbledh. Ata edhe kanë thonë shpejt Musaj, në pejgamberin e kena gjallë, thënë Musaj. Edhe Allahu xhalli ka thonë thuju, le ta prej një lop. Le ta prej një lop. Ata kanë thonë çështu, ti marum, inshallah si sena piatin ya rabbul alamin. Po shpesh janë ngjajnë veprat tona me bijtë e Israilit. Për sa Kur'ania i mbushur me bijtë e Israilit, apo a do të thonë se shpesh Kur'an ku lexohet, ya bani Israil. A do kupton kush janë këto? Jehudit. Se na shumë bajna si ta. Apo e Allah tha inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Allahu tha Musa i po ju thot prejnë një lop. Ato i thanë o Musa, po çfarë lope morë këshire se njeri ka dek? Ti thuti pejgamberit kimi ka dhush që s'pedi që ka dek, s'pedi që do të më sos punën. Çfarë lopeve thanë sos e punën? Po i lopa i shkarën për më sos punën. E ata thanë e mirë, mos i pesos ka punën lopa. Çfarë lopeve vëlla me prej? Çka i tha? Apo vetë një tash detale? Atër tha, as shumë plak, as shumë të re. Ato thanë, ja, la, qëfar në gjire? Qëfar në gjire? Ha, safra. Ha, dver, pastër në dver, në dryqoje. Kur ta këshysh, ta knasë sinin. Ja, thana, la se dina qka. Atër tha, një lop, as të plak, as të re. E verdh, me ta knasë sinin, shkëlqen. S'pranon me kulot, s'pranon me punue. La dhe lullun, të s'kil harp. As është e nështru me let, apo la shjet e fija, s'ka aty shenja nishane që e dëmtojnë. E njani vëshqa i njani kishë pas një lop. Edhe shkoj një kujshi i tha, i rave shkelen fukarallëkit. Se, tha këta e kanë farz me prej lopën tane, e ti tha, nëja qmimi sa dush se e kanë farz me prej. Apo, po, tha qitë në mvak, sa kile i ka qaq ari, qaq altan. Thot Abdullah ibn Abasi, thot Abdullah ibn Abasi radiallahu an, lopën e parë me pas morë për në fillim, mirë nun thik e kishin sos farzin. Qfare, tek, si, detalet, paguje me altan. Për mës me pagujt me altan, ngoje minjarë Allahun dhe pengamberin së sellem. Qka i tha Zubejrit? Shlopen. Ki tha gjelhave pse e kia, e tash prete tash, ku ta ujit e ki baqen komplet. A në vezër, mos e refuzo lecimet Allahu gjelluala. Se po i refuzove, të ranon Allahu gjelluala. E Allahu zdo me të ranue. Dhe e përmenu në gjuma, juridu Allahu bikumulliusër, Allahu do let me ja u bon. Ama i të mor t'i let? A i të mor t'i let? Meret letën Allahu gjelle fjula. Njoni, përmenu, djetarë kanë thonë, qysh mundet dhe mu konë let të rodë ditë Ramazan me agjerua? Njoni thotë, valla, be mos me agjeru ma leta. Ojna të folë në raport me gjenemin na. A i të ditë ti. Nëjna të folë në raport me gjenemin. Që shtash? Bane kështu. Në gjenem ka thonë pejgamberi s.a.s. Zarmi kësaj dunjaje 69 herë doza e shumëfishume e gjenemit. Të është për të vejtu në këtu. Në zarë me i këtu. Sa në zetë, sa në temperaturë e zarë. Hip në altë, shumë në altë. Mirë. Gjenemi edhe 70 herë më në zetë. Allah o thotë, me hinë gjenem edhe me ninu të rëdhë ditë, të la malet. Apo, mirë, kër e hekë gjenemin, normal si mësë me ninu a malet. Ama gjenemi së në hekë, të Allah. Ti gjenemi së në hekë. Andaj Allah u tha, me hinë gjenem edhe me ninu të rëdhë ditë, të la malet. Me ninu të rëdhë ditë, që shkoj Allah, shkoj. Allah dhe dushme Allah u tavan kabul për neve, Rabbel Alemin. Sepse në gjenem a shumë zetë zdurod, Allah. Andaj, mos pranimi i letësimeve e ranon punën. Pranoj lehtësimin Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka qenë asaj që e kanë dhënë dietarët dhe ka shumë premtime vëzër, me të vërtetë ka shumë premtime të cilat nuk kemi mundësi me i përmend. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka xhikuar në rastet ju ka ndodhur para se me ardh pejgamberi si pejgamber. Por shembull tregon Wail ibn Hujr, thot kam qenë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kanë ardhur dy njerëz dhe kanë ardhur hasmum. Njani i thonë të pejgamberi sa për tjetrin, ja Rasulullah, që kjo toka është e jemja. Në gjahiljet, ki ma ka uzurpu mua, se o kanë ma i fort. Që i bojnë sot, apo, del për këtë. Se me valla, se une qështu, unë e kam njerin, a njeri kam e dek vallaj.
Vallahi ka me deka njëri ku për ti që shki me dalë për Allahu. I kanë uzurpu tokat e muslimane pa kur farhaki. Pse? Vetë se e ka gjeta një njëri e dy njëri. Po që shkanë me dalë para Zoti Gjellë Gjellale. Apo? Edhe na e kena një vorë hazër atje. Apo? Andaj shikoni sa e ka kërsnu për nga meri sa njëri cili uzurpon tokë. I tha ky njëri tjetri, tha ja Rasulullah, këtë tokë është e jemja. Ky e ka. Ama këta ma ka pasmor para se me arti. Atër i tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, a ki argument? A ki dhe një dëshmi që toka jote? Tha jo s'kam ja Rasulullah. Dhe që kjo janë toka ime. Unë po thama toka ime ki e di. Ama dëshmi s'kam. Apo njani shkon e ndrejqe që dokumentin falc. Thot që dil për këtu. O do më vësëm tokë teme ja. Ki ka më që s'ka fat. Ama toka vete ka ble. A i thot jo unë që letrën kërë kam. Apo tha për nësëm a ki dëshmi bejjine. A ki di shka e dëshmon sa toka jote. A e di dikush që a toka jote. Tha jo ja Rasulullah. Atërë tha me lisë Allahu është ose ki fakt ose e thirmi të akuzuarin këtë personin tjetër shka e ki për para edhe ishti me babi i thojna betohën Allahu se që nuk o qështu që shpo thot të hasmi. Atëri ka thonë pejgamberi s.a.s. Ky çka e ka lip tokën. Atëri ka thonë ja Rasulullah pijet ka këtira se ki ka me babi që është toka e vetë ama nuk ka toka vetë. Atëri ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka shti me u betu këta i ka thonë veç pak ti banë bejnë Allahun se toka është e jotja apo nuk është e këtina. Mirë po pasaj ka thonë para se me bobe nga ka thonë me një këtata a ardhan dhalimen laqi Allahe wa hua alejhi ghadban. Kush e ka morë një tokë pa hak ja ka morë dikujna e aj s'ka dëshmi me të kalzu se toka e jemja. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam e takon Allahin Allah ja i dhnum me ta. E ty shtash si dush mërë. Hadith jetër ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam tonë ka ardhë se i ka thonë këti ka dalë më zban be para se me bo be dëgjo kush ban be në Allahit rajshëm asa njeri ban be rajshëm Vallahi e jemi a thot a je din vetën e vetë sa e vetja Vallahi ka thonë hiç pa thonë Allahu në rujë gjuhët tona ja Rabbel Alemin ka thonë kush ban be rajshëm që t'ja merë vlavit vetë parën apo tokën pa hak e takon Allahun duke qenë a i dhnushëm me ta e ti së dush tash ka thonë mere atare ka orë të sbetim se ki ka thonë ja Rasulullah nëse ja la të rritash e kom pasë nëse ja la e shloj ka thonë ta jep Allahu gjeluala gjennetin ata ka thonë këtë është e tina atare ka thonë këtë është e tina ka thonë Allahu të bare kjo të në surën An-Nisa ajit 77 innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ata të cilët në emër të betimit të Allahut e bojnë bej Allahun mi morë disa pare i ka kërsnu Allahu gjiluala me gjenem. Kjo ka qenë e se në ka përmejnë djetarët në këtë kontekst të më thanë pejgamberi s.a.s. kur s'ka pas dikush dëshmi e ka fut me bo bej. Gjithashtu prej gjërave sa i ka gjikuar pejgamberi sallallahu aleyhi sallam është se pejgamberi s.a.s. e ka vendos një bazë të gjikimi dhe se gjikimi, ma në menta mu bo me mësu Kur'anin me mësu hadithin me mësu trashegimin me mësu qëfar do ilmi mu bo doktor, që do kohë është ketë ma e letë se mu bo gjikac ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam gjikatësat janë 3 2 në gjenem, 1 në gjennet i pari që ka në gjennet cili jo e njef hakin dhe gjikon me hak kjo në gjennet 2 tjerët janë gjenem i dyti shka i në gjenem vetëm i pari i në gjennet kjo shka i në zjarë është gjikac nuk e njef hakin gjikon pa hak në gjenem kush ka thonë më bo gjikac pa dije e dyta i dyti kategori e njef hakin gjikon me të kotën i në gjenem andaj gjikata dhe zërë shumë e madhe gjikata shumë sahabët kanë thanë ka orë për plot për sahabëve me mlu në thika me më gjujt në thika është ma e khajrit për mu se unë me i da dy njerës që ka janë për laje se që e da me ti hakin që shtu une e da i hakin e në këtë frikë vëzër i pari që ka e kanë zhitë këtë frikë është Muhamedi sallallahu aleyhi sallam ati se kanë zhitë imam Bukhariu dhe imam Muslimi nga Ummi Salama gruja pejgamberit sallallahu aleyhi sallam thot një ditë për ditëve i ardhën do hasmi jo të pejgamberi në mezveti pal
e hasmëruar, dy palë e hasmëruar te pejgamberi alayhi salatu wassalam për ti gjikuar. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendosin një rregull. Kjo rregull e madh ka këtu mësime shumë. Dëgjoni hadithin. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha njërit folti e ngoj. Fol tha ti tash e ngoj. Në rregull. Atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, inma ana basharun. Unë jam njeri, tha si ju. Unë nuk jam Allahu. Unë nuk jam Zoti. Unë se di gajbin. Tha unë jam njeri si ju. Ka thënë ju po vini të hasmëruar te unë. Po përlani edhe po vini te unë. Pas e ka thënë fala'alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'dhin. Po ndodh shpesh njani pi juve po di me fol ma mirë se tjetri. Shiko, po ndodh që njani pi juve po di me fol ma mirë se tjetri. Fa ahsabu annahu sadiq. E un e logariti sa të fol drejt. E ki po disa njerëz ta sill, ti thu mire pa Allah, a tjetri an hak s'di me fol. Ti thu Allah, a kibe ti argument, ku e di be Allah, aja hako, a disa njeri hakin, aja është i ndrejt, po s'di me fol. Kjo ndodh shpesh edhe në familje, apo në familje. Por që njëna e ka gjuhën e madhe, gjuhën të rept, e mun me vjehër, me nan, këti mun ajo. Ti kur shkojsh tu, ti e shese, aki kneja, ama me gjuhë, edhe anas jeltas, sa shpesh, nusja anë hak, reja anë hak, po i dhe shuj, mos fol ti, e tut, a i ku ta tut e si të lafi. Apo, andaj Allahu gjallit dëshmine e gruje se ka po dy, pse? Se veç mi thonë pak, mos ga po me fol, apo, e këni pa në kanjarë, shpesh pi, e ki pa nusje që i thonë, fol, ama me gish kështu, dhe me fol, hajde, fol, ti ka zosh apo du me thonë, ama ti pësit po me gish kështu, dhe me fol pa e shem, mos anena, edhe e thot ani, beani, tamam, dhe se ki nuk ba me kështu, më bo zëllum qalë. Andaj shka i tha Ebi Mesudit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e pa të errej shërtorin, i shkoj pi prapa dhe i tha, Allah ja më i fortë se ti, ku të kape. Ti e ke gjetë stash, a e ke gjetë, po, ti pa një shka dush. Ama te Zoti kur dërgjë Allah, te Zoti. Andaj mos nalë dikuj gjuhën, lele të fole, thuj fol shlirë Allah, keq shka i ki thuj, keq shka i një thuj, qka e shë hakin ta në thuje, pa e ranu di kanë, ama hak shka e shë, qka tha alaihi sallallahu alaihi wasallam, do pi juve po din me fol ma mirë. E une e menoj se o hak mirë po, dëgjane tash, tha alaihi sallallahu alaihi wasallam, fa aqdhi lahu bidhalik. E une gjikoj në basa sa shka e një. Shka më thonë, ku ta di fakt, ti e ro, ku ta di po në cëllë janë hak, se di gajbin. Tha une gjikoj qysh e një. Fa men qadhajtu lahu bi haqqi muslimin, fa innama hiya qit'atun minan nar, falyakhudha aw liyatrukha. Tha alaihi salatu wasalam. E nëse unë e gjikoj, ama ti e di se ka gjikue, do më dhonë gjikatësin, këtë ras pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e di se e mujta me goj, jo me fakt. Thotë për mësam, unë e jap. Ka thama dhe ta dije, nëse e di aj, shka s'ka mujt me mor hakin këtë tjetri, po ke ka fitu me goj. Ka thënë nëse e di se haj është hak, ka thënë unë ja doj copë zarmi, si dojnë e ta morë, si dojnë e ta laje. Pse? Kanë thënë djetarët, sepse kur del para Zotit, ati nuk i shkon bëllavera. Nuk thëtë Allahu gjilluala hasha vë kella vë subhana, vë të kaddeset esma'u. Allahu është i lartë. Allahu nuk i thëtë robit, apo thu që shtu të ja, të është ta gojnë edhe këtë tjetërin. Hasha vë kella. Allahu e që gjikon më njerë, se i din krejt, menqmet e tjashmet, ka që shku menja, ka që ka shku menja. Detalin e detalit e din subhanahu vë tjala. Andaj të përmësam, kujdes, shikoni, apo e mani pajisen që ka ju thash për fillim? Një pajisje, një fakt, një faktor. Me qka i drejton të? Që i tha, unë e ka mundësi gjikoj, për jashtë për hak. Ka mrejna diqka tjenë që sa hak, e mërë të Allahi, subhanahu wa ta'ala. Andaj ka mundësi plot për jetë, mi thonë, anë i vla mërë, apo thu që i në hak, mërë. Ama të Allahu, apo thu që i ma i fort, mërë. Ama të Zoti, anë i mërë. Andaj të për nësam, unë i adoj copë zarmi, ani pësa të dukën pare, meri. Ama ti nëse e di si janë tuat, lej vla. Andaj të përmësam, këto janë copë zarmi, si dojë le ti more, si dojë le ti laje. Kjo ka qenë prej, asaj që e ka përmend djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu, ka ardhë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, që
kur kanë pas hasmëri, e ka përdor për shembull të njëjtin hadith, se unë gjikoj me ata çka është për jashtë, pastaj në fund masi i ka gjikue pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju ka thonë kështu: "Amma idha fa'altuma ma fa'altuma faqtasama wa tawakhaya al-haqqa thumma istahima thumma tahala." Ka thonë, nëse ndodh që unë gjikoj, e tash ju prap ju jet diçka, prap mendoni se si më thon, në do të ketë rregull, që unë e lash hakin tem. Apo, po tash më ka përzi bash sa e kam hak. S'pedi bash sak. S'po du me hangë zjarë. Mirë po, tash edhe mu më ka përzi. Edhe këtë të thotë, valla edhe mu më ka përzi tash. Nëse të ti palë, thojnë, po dojna me shlupe, qa me ba? I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, munoni ju me e kërku hakin. Ti lipa hakin. I thu, ja Rab, mos ma leta marë, posa qka e jemja. Lipa hakin. Thu, ja Rab, mos ma mundëson me shti në gojën tebe, di qka haram. Njëri thot, pa i thabe, halala kamata, e vejta une. Ama ti e di, në jetën tane, në lëkurën tane, se sa Allah, ta përzin Allahu jetën që kur mos një mërkom, Allahu në rujtë. Sa njeri lëzër, një fetfa, e lejoj, tha aja atje, në Zvicër, e lejoj kaj. Aj ta ka leju në Zvicër atje, aj jeton si sultan atje, ti këtu, shko flejt e banka atje. Shko ti flejt pram bankave të jehudive. Apo, e mësanena, o gjë, s'pa japin zeqat musliman. Para se me të dhanë zeqati musliman, mësu talë me fejnë e Zotit. Apo, sepse Allahu Gjellu Ala ka dhanë, ja ju e ledhine amanu, ittakullaha wa dharu ma baqia min ar-riba. O, ju shka i kini thanë vetës musliman, kini frikë Allahu dhe mëshani kamat. E si mësdoni me e ba këtë pun, atër fe'dhenu, atër dilni karshimua. Apo, ti del karshi Allahut, kush mërë dhe mbrojt për Allahut? Mush mi thonë ti hoqës, hetë se këtu mund ka dalë ishin probleme. A i shka të ka dhanë ti fetfa, me hinë kamat. Provoje me e thirë, më kam ri mu krediti që kaqë. Thotë më shëve telefoni më njëherë. Min njëherë thotë më shëve telefoni muhe. Qështu ja u banë, dhe zërë, vallaj qështu ja u banë. Ja lejon kamatën, ja lejon haramin, pasaj kër e thirë në telefon, thotë e ke gabu adresën Allah. Se, tu t'ju Allah, tha pe jënë samë. Wa të wakhaja, tha, lip në ju hakin. Pasaj qka tha? Da në maksimum që ka muni me e pa hak. Pasaj tha, thumë të halla. Tha a.s. E nëse në jetë zhik diqka, të dive, banja një halat një një tjetër, që mos dënoni asë një në akhirat. Shko, për shimu ti, e ke bo një biznis, je da, në regull. E ke bas një hak, je da, në regull. Edhe ti e shese vlavi jotë, s'po do me t'hin hak. Po Allah i po menon se, o e drejta vetë. Edhe ti po menon, da në maksimumin që ka mundet, në fundë thu, shi vla, nëse ka me dishka pjesë e hakit, po ta baj halal. A ma banë ti mu halal? Shko dhe sa e lejtë shpeja? Po një halal. As ti zgjegësh, as a i zgjegësh. Kjo ka qenë prej traditës e pejgamberit s.a.s. në gjykimet mes njerëzve. Do gjënë këtë rast tjetër, të sinë e kanë mërën djetar nga historia pejgamberit s.a.s. Sinë e kanë zirë imam Muslimi, është prej rastëve shumë interesante, që kanë ndodhur në vrasje se e ka gjiku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tregon Wa'il ibn Hujr radiyallahu an, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot kemi qenë ul me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot edhe e pam një njeri të ardhur në xhami, e kish lidh një njeri me litar, edhe pe ngrej. E ka lidh njeri me litar, edhe pe epje te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe e pruni. Edhe i tha ja Rasulullah, ç'çi ma ka vrarë vllavin. Që e ka lidh për pejni, për kërpeshi, që kitha ma ka vrarë vllavin. I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, a qatelte, ti ja ke vrarë vllavin? Apo ti ja ke vrarë vllavin? Edhe i tha ki njeriu çka pi thot ma ka vrarë vllavin. Tha ja Rasulullah, çi se pranon? Unë ja bi faktin. Unë kam edhe dëshmi kam. Tha ki mamini ta pranoje, se unë ja bi faktin. Tha nëse se pranon, unë ja bi faktin. Ai mini arakve tha po e kom vrarë. S'ka nevojë. E kom vrarë, tha. Atëri tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, si e ke vra? Si e ke vra? I tha, ja Rasulullah, ishmi të mbledh gjethe, ishmi të i punu do drum. Po, thot edhe, tu punu ati, a kini pa njështë, tu punu, nga të ma që ta, që është ashtë? Nga të ma shpet, edhe e gjunë me cikëll, në tullë, që shë ndodhe njëzë? Që ishë janë, subhanallah, rase ndryshme, shka më shkrujnë, shka së më shkrujnë? Hoxha që ishkem të nejtë mua beti ka të shku mirë, së di pak di shka, a që pak vezër, që shëjtani, a veç se prit, apo, a veç se prit, që ishkem të po sa më mirë mua bet, veç kur janë isën pak
pak të e prish. E ajo shloj një laf, edhe unë një laf, edhe që shtash, apo burrinën me ka du të kodë. Atër i tha, qysh kem tu, qështu, drungin të e punue, tha ma shloj një fjallë. Edhe unë një shloj një, tha edhe më nervozoj, edhe e mora sopatën, edhe i më shova për përmas. Apo, no, sigur, nuk ka dash dashta me mit, pa e ka gjujt ku mitët. Thot, edhe vdiq. Apo, shikove se sa pak i duhet njeri, vallaj të punu, bashkë janë nga të punu, e ka vra njeri. Ki kujdet, thuja udhu billahi në shëtanë në rajim. Ki kujdet, njëri thot, ma ka zonë udhën. E dibe se ta ka zonë udhën, o valla. Po nuk hijet me në gjenem për një zanë me të udhës. Hajtë se ka përcene jo. Apo, leje për nesër, këshirë thua, tash ma iftoft jam, apo? Leje për nesër, leje mas nesër, leje mas një mujve. Apo, thot dhe u vrajta. Atër i tha, pejgamberi s.a.s. A ki ti diçka? Dhe shikov dhe ka dash me intervenu, ta pështoje. Ka thonë, a ki diçka ti me pagujt vetëm? A ki një qindeve mi thonë, me pagujt vetëm? Ka thonë, ja, Resulullah, unë ka thonë, vesh pak pare kam edhe sot teshe, shka i kam edhe shketë së patëm, shka i kom vra me ta. S'kam pare. Ka thonë, a ki dikush me të pështue, familjar, a kanë pare familjar të të me pagujt gjakin njeri vëzër, kër e fal njeri, është 100 deve. Nëse thot, zdu me mor hak, o 100 deve. Ka thonë, ja, Resulullah, ka thonë, unë e snimon për mu kërkush. Apo, kër e ka pa që s'ka mundësi, i ka thonë pejgamberit a.s. Ja ka kapat litarin, sikur ja ka miratu. Ka thonë, mere, mandej, ekzekutaj. Shka dhe zë, haki i njerit, është i madhë. Mirë po për nësram gjithmonë, thash punon me orbitën, qendra e ti është ketë ka falja, pajtimi, e ujdismja. Tu njësa njeri, edhe e mora ta, që është të qënë manë atan, hak, ja ka vra vlavin, edhe pëtha po e kumë vra, atar i tha për nga mësram, tu shkue, nëse kjo e vret, këto të ditë njësoj janë. Shiko, djetarë kanë diskutu këtë muhabet, ka thonë, qysh njësoj kër kia ka vla, kjo nuk ka njësoj, kjo të mor hakin e vetë, qysh e njësoj, po shemë, që ki personi që ka arë, ja ka vra vlavin, kia të arë me vla dvram, vrasës i po thotë, po e kumë vra, a ki me pagujt, s'kam me pagujt. Qish i ka thonë për mësram, si ta vraje tash ki, me gjithë se ki i thash ko vraje, tha janë njësoj. Kanë thonë djetarë, si ta vraje janë njësoj, si janë njësoj, kur gja mos fiton të Allahi. Si kur që ki e ka vranë nervoz, edhe ki atë e vranë nervoz, e morin 0-0, te Zotis fiton kur gja. Edhe këti i kalzohet, që ti personit, që e ka pas vlavin e vram, edhe ka artë e bënësëm ka thonë, ja Rasulullah, a ke thonë ti, se unë nëse e vras ketë, qka e kam hak me vra, unë jam njësoj me keta? Ka thonë po. E atëheri ka thonë pejgamberi s.a.s. As ki ti qef, ky, ta more gjunajin tanë, edhe gjunajin e vlavit tanë të vram? Ka thonë po, ja Rasulullah. Po, gjunajin tem, edhe gjunajin e vlavit tem të vram. Atëheri ka thonë, leje e fiton që ta. I ka thonë pejgamberi s.a.s. I ka thonë, shlej, e ka shlu. Shiko vëzër, pejgamberi ka nxit me çfarë? Pajtoje. Dietar kanë thënë, pejgamberi e ka përdor shprehje, domthon, si tërthorazi, vetëm e vetëm që ati t'ja prejke dikun telin, që thoje, çish bën nisojën me këtë, ky më ka vrarë vllavin. S'ka lidhje. Por pejgamberi nuk e ka bën nisoj. Për shembull, fjala e pejgamberit, in qatalahu fa huwa mithlu, si ta vraje janë nisoj. Ka thënë dietar, nuk janë nisoj. Në kuptimin bukfal, sepse kja ka vra vlavin, kja te mor hakin e vetë. Mi përvesem ka thonë, janë njësoj në hidhnim, janë njësoj në mos përmbajtjet nefsit. Atëhere, falja. Andaj pejgamberi a.s. I kanë zitë që t'ja falin njëri tjetër. Gjithashtu pejgamberi a.s. Me gjithë se kanë zitë mu fal, edhe kanë zitë që të tolerohet, ka do ligje s'ka tolerim. E tash vim të kjo se njëri thotë elhamdulillah, këtë me të falme po ka përcekan, me pare, jo. Ka disa ligje s'ka përcejnë fare. Edhe nëse njëri thotë po ja fali. E cili është kjo ligj, dëgjoj tash. Tregon Ebu Hurajra radhiyallahu an për një rast të vështirë që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë dhënë Imam Buhariu, thotë erdhën dy njerëz të hasmum te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe njëri i tha tjetrit, ja Rasulullah, gjikon mes neve me libër të Allahut. Kjo ka qenë të sahabëve. Gjikon mes neve me libër
të Allahut. Thot Ebu Huraira, tha tjetri, edhe u dukte si majditur. U dukte sigur majditur. Tha, e gjeli ja Rasulullah. Po ja Rasulullah, gjiko me neve me libër të Allahut. Mirë po, a mjep leje me fol? Thot Imam Nevawiu dhe Ibn Hajar Asqalani, nuk ka qenë majditur në kuptimin se e ka ditë ligji qysho, po ka thonë, a mjep leje me fol? Kjo është fiqh, kjo është dije. Kur i thuti, mirë, gjiko ti, ama a kam drejtën të folin ja. Edhe nësë jam nga bim unë, s'ka lidhje, a bajme me fol, se ka njerës, hitë s'le me fol, a baj, përmenem, s'ka me ti me fol. A baj, i hip qa thot, ti jetë mërë që i gabim, fol që ka dush, po s'ka, ti e gabim. Tha, ka mundë si me fol, i tha për mësam, te kellem, fol. Tha, ja Rasulullah, djali jem, o kom beqar. Ka thonë, djali jem, o kom punëtor të ki, të që ki tjetëri. Apo, ka thonë dhe djali jem, ka bo zina me grën e këtina, me grën e shefit. Apo, ka bo zina me grën e shefit. Ka thonë, edhe une, i veta, ulemat, edhe njerëz e ilmit, edhe më kallxun fetfa. Ka thonë, mirë po, unë këti i ofrova ofert. Thash, ti jap 100 dele, edhe një gruje, robresh, falja gjalitem. Liroje. Ka bo zina me grujen e zotnijës. Apo, zina. Andaj që ka thonë, jetor ka thonë, ka ligje, as pejgamberi e sëram së në intervenat ti me ta falë. Ska, Allah e ka prej këtu. Apo, njëri thot, a mujna me gjeti kanë, si së në gjenë, kërkan, iq, dëgjeta. Tha mirë për ja Resulullah, unë i veta ata ulema, thot Ibn Hajar Asqalani, para me ndo, ka pas ulema në kodë pejgamberi, sëmë që i ka legjitimuaj. Si Abdullah ibn Mesudi, si Ebu Huraira, si Umar Khattabi, i ka legjitimu pejgamberi sësëm, si Ebu Musa, si Muadh ibn Jabeli, ti ka lënë ulema, ti o alim venin tanë. Tu kanë pejgamberi sësëllëm gjallë, pse kanë dhënë dietarët që pejgamberi ta zhvillon, tjetaj tu në veprimtari tu kanë i madhi gjallë që helbet gabon e merremeton. Pra e ka nxit. Jo si tash sot, zbahoj be Allah kur gjati. Ku që zbahon mai pejgamberu kanë gjallë, ka thonë japi ti fetva. Japi ti fetva, s'mund të kumsue. Apo disa njerëz thonë veç unë, s'mundesh me sjellë. Ai ti kimë deknë ti, të shmjash ludhën dikujt. Andaj këshir nxjerr gjeneratës atë punojnë ma vonë. Tha mirë po ata më thanë mua se s'ka mundsi. Djali jo duhet mu urrej me 100 kamgjika, 1 vjet me shlu venin, edhe gruja e shefit mu gurzue, mu ekzekutue. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, betohem, shikove se kur ka pas pejgamberi gjithmonë, tash gjikimi i Iran, minjar e ka ngrit mohabet, ka thënë betohem në atë i cili e ka shpirtin tëm dorën e vet. Nuk ka mohabet e gare. Ka thënë, ka me gjiku mes juve me librin e Allahut. Ka thënë sa i përket deleve tua 100, edhe kësaj argatës, edhe kësaj shërptorës që po do me edhan, ferët dun alek, maj këto. Maj, ja ka këthije. Ka thënë, djalijot duhet 100 shkopim i hangër. Edhe me e shlu e venin 1 vjet. Kështu ka gjiku Allahu Gjelluala. Ka thënë, ndërsa ti o Unejs, el Eslemi, një shokit vetë, që e ka pas si për me zbatu liqin Allahu Gjelluala. Ka thonë ti, shkot ajo gruja e shefit, të këtina. Ka thonë edhe pyte për rastin, nëse e miraton që ka po zina, fërgjumha, ekzekutoje me gurzi. Atëherë ka shku Unejsi, edhe ja ka kalzu rastin, ajo gruja ka thonë po, kemi po zina. Atëherë ka thonë, gjikimi për nga mërë sa mbi ty është me të ekzekutue, edhe e ka ekzekutue. Ferugjimet, edhe e ka ekzekutue. Kjo çka argumenton dhe zërë? Tani, kemi raste në fe, Zotit Allahu Gjellu Ala, kur ka raste s'ki si e pagun. Qish me pagun? Shimu, para më në vrasja, dhe kjo argumenton dhe zërë, se do njëherë, mi a prek nderin dikujna, amaran se mi a vra dikan. Por shimu, ja ke vra djalin, thot falët korë burë. Bon ke djek, po falët koftë. Ja prek nderin, Allahu ka gjiku, jo. Pse? Ke prek ranë. Ke prek ranë. Andaj pejgamberi sa për punën e nderit ka thënë, nëse njëri pi juve ju këshir tinza në shtëpi, ndritare, Allahu na rujt, i rujt sytë tonë, edhe sytë muslimanëve. Ka thënë nëse ti e sheh dikan, e ka shlu sinin ta këshire grujen. Ka thënë gjuje me shixhet.
Si t'ja hek sinin, ai sin s'ka vlerë. Por shembull, vjen ai të këshill, edhe t'ja hek sinin. Edhe ai vetë, do të ma hek sinin, pagu ma sinin. Çfarë sinin me? Ku si? Çka ke liptin dritaret e me? Ki kujdes. Ki kujdes, për mëson ka thënë, dhe ka ndodhi ka gjujt sallallahu alaihi wasallam. Ka gjujt. Çka afrohesh ashtu? Çish afrohesh ashtu? Ki kujdes. Andaj kjo hadith çka argumenton dhe zot? Se nuk lejohet në disa prej ligjeve si zinaja që tolerohet ta, dhe tjetra hajdutnia. Hajdutnia. Çish? Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ditë për ditë vënë njëri. Ka transmetuar Imam Ibn Majah. Ka ardhur dhe i ka thonë ja Rasulullah, e kum vedh që ta. Një diçka. Për mësa mi ka ba me isharat, thuj, e kum mor, se kum vedh, mështu e kum vedh. Apo, ka thotë djetarë se e ka dit, se që ti shka ja ka mor, ja fal. Apo, për shemull, ta zojnë akështu. Ka hi dikun, edhe ka mor diçka të vlepshme. Edhe ti e njefa zotninjen e ati veni që ja ka mor. Edhe ti i thu, qërëbe ki ta mor që ta, ju dash diçka. Përfundoj. Që ka thonë e kum vedh. Mësa mi ka po me isharat, thuje mora une, regulloj këtë pun. E kum vjedh. Tash masi e ke vjedh, e vjedh me anë tërmë tjetër. E tha, masi e ke vjedh, me ta prej dorë. Që ka tha për mësra? Fal një hakët para se me artë e une, se ku të vinit e une, qa me bone? Fal një hakët. Ti për shemu, ta zajna, sot shka se eksiston zbatimi ligjit Allahu Gjellin Gjellalu. Mirë. Mu paskon në kod musliman, kod khilafeti, kod të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çish e kanë kuptuar sahabët? Për shembull, Imam Nevawi u dhëzër, një rast, në ditë për ditëve, ja vjedh do të isha dikush Imam Nevawi, që kishka shpeshe për me Imam Nevawi ka shpjeguar. Imam Nevawi edhe kjo e nganat hajduti. Apo edhe i thot, nalu veç pak pilar, ka i tutësh as mos pja merr, hajduti e ke pa, tu mos pja merr. Tha nalu pilar, sa do të afru, tha veç nalu. Tha po ta jap, thuje mora. Shiko vëzëri, zemra e butë. Po ta jap, tha, po ta jap, thuje mora. Që mos shkojnë në gjikat, mu gjikue. Shatë kushton Allah. Thot, du të mja prej. Ka pos rast kemi të bëhë diskutim, qysh ja pret shëriati dorën hajdutit. Apo, kjo shumë e ranë. Ndër bisedat e zhvilluara, rast konkret. Thash, a ki e vlad? Po, a punojnë atë? Po. Punohen për ti, po. Mirë. Me t'hinjë hajdutit ti dhe me t'i vedh keq të pare, që ka njani gurbete, njani munohet, ti munohesh me mlet para, po? Thash ti edhe për një natë ti marr keq. Tha, ati e uditit me vra keq. Ma gjek tha mu zemrën, a? E Allah u thot, jo, ka dale se si i veç ti këtë dunja, dorën veç. Andaj njerëzit nuk din që ka më hojnë, vëzër. Andaj shiko, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtha, maj këtë dele, maj këtë gruje, gjaliat duhet me. E pse njëna u ka vraje, e tjetëri u ka lirue, se ju kom beqari. Beqari nuk vritet. Beqari nuk vritet. I martumi vritet. Kjo argumenton vëzër se zinaja të martumi të Allahu shumë e ranë. Në ditë për ditëve, Saad ibn Muadhi. Vjen një njeri dhe thot, ja Rasulullah, e kom zonë grën teme të bo zina. Për nësëm thot, ki frikë Allahun që ka folë, ku i ki dëshmitar? Rasulullah, e kom zonë, s'kam dëshmitar. Edhe nejse e shtynë atë rast, dërsa e drejton për mësa me ajete që ka zbresin, edhe kur shkon aj, Saad ibn Muadhi, u konë atin me gjlis, e ka përcjell rastin, edhe i ka thonë, ja Rasulullah, valla i be une me e zanë rastin si ki buri që ka e ka zanë, me e zanë kërën teme, sotin arruj, ka thonë, në zvin që është du mua në kuhe, unë e të vit i bi di gjenazën. Për mësa ka thonë, jo, sa, dëshmitar dëshmi pas. Valla i ka thonë, ja Rasulullah, unë së mbaj sabër. Shiko, siguria ka këthi pak për nga meri së sellem. Mirë po Ibn Hajar s'ka thot, se ka këthi në kuptimin se so qashtu. Po jera se unë po të kazoj për gjendje reale, qish do të une qish jam. Se këtë njëri jarë tha, e kom pa grënë teme, ka ardhë, dhe me hajtë gjikom. Vallaj, une me pas pa, një burë, ata jo Omar Khattabi, i ka ardhë një rast, kërë ka prisi muslimanve. Ka ardhë, di veta, dekt. Ato kanë thonë, pas ka vra njeri, pas ka vra dy njerëzi. Omar Khattabi ka thonë, nala, gjikojna, ka thonë, për të këshirë. Ka thonë, shka puna? Ka thonë, o prisi muslimanve, hajde në shpiteme, i ki di gjenaze. Ka thonë, qa puna? Ka thonë, e kom zanë një burë mbi grujën teme. Ka thonë, dhe i kom lanë që aty. Omar Khattabi, kërë ka pa rastin,
Ka thonë, ti i lirë. Pse i lirë, vëzër? Se me dëshmi, që dëshmi ako? Mos kish pas dëshmi, kish pas ndryshe trajtim. Andaj Saadi tha, vallahi ve ja Rasulullah, qashtu anë që shpo thuti du të mi pru dëshmitar. Po unë së mbaj sabër mi pru dëshmitar. Du një lanë që ati. Thot pejgamberi sa, a pe shifni Saadin? Këshini Saad gjeloz? Kësha është farë gjelozije ka? Apo, a kua gjelozija sot e muslimanve? Si dalin trejat edhe të vajzat e muslimanve. Allah inshallah ju zonë të krejtja Rabbul Alamin. Tha, a pe shifni çfarë gjelozije ka? Po. Tha, unë jam ala ma gjeloz. Unë jam ma gjeloz se ki. Allahu a ma gjeloz se unë edhe Saadi. Tha, por që ta e ka po haram zinaja. Po, prap se prap duhet me pru dëshmijen. Andaj, për e ligjeve që i ka zbrit Allahu Gjellola, ka disa ligje të nuk tolerohen. Tjetra, ka ndonë djetarët, ka mundësi, ndonjëherë ndodhë, që i ka ndodhë këti njeriut, që ka ofru mal për mi a falë. Mirë, qka ka nëzirë djetarë për kësaj, ka ndonë? Ndodhë njeri, me menu në ligjë zotit, se ka tolerim. A se di që s'ka tolerim. A mujna me akuzu se ti po do me bota la vetë ligjë, ka ndonë njëtë dërsa të vërtetojna. Por qemë, njëri ka po një akt penaltije që du të mu gjikue. Dhe njëri thot, i kam paguju në thot, kam pare. Apo, kam pare. A du të me gjikue në thot, a ti s'pe dëshë ligjë Allah? Jo, ka da. Ka më si se di, kujton që paguju t'ke punë. A je di si shëriat, shumë gjëra paguju. Andaj për nësam nuk i tha këtina, qysh be ti ofron pare në këtë aspekt? Qysh për nga ofron neve pare? Qysh për do t'i me blej këtë rast? Jo, që ka i tha, meri delet, mere këtë qikën, ndryshe gjikot kjo punë. Që ka që? Se ka menu që e lejohet? Jo, ta gjalli jatë që shto gjikohet. Andaj ndohë dhe zërë njeriu me të lovit duke mendu se lejohet. Duke mendu se lejohet. Nëse aj beson se lejohet, se Allah e ka leju, atër nuk është për atë që ne ka refuzu Allah dhe pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Gjithashtu pengamberin se zem dhe zërë i ka kërcnuar njerëzit kur kanë hasmëria që mos të bëhen sebeb me autoritetet që ka i kanë në mesin e njerëzve, që të shkelet haki Allahut dhe haki pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe hakët e njerëzve. Transmeton Abdullah ibn Umar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë alayhi salatu wasalam, "Men halat shafa'atuhu duna hadd min hududillah faqad dadda Allah, wa man khasama fi batil wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'a anhu." Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush ndërmjetson me autoritetin e vet që të shkelet një ligj për ligjeve të Allahut, ajo është prej atyre që e armitson Allahun Gjelle Gjelalu. Njani për shemull, kjo ka ndodhë vëzër, kur ka ndodhë? Ka pas khalife, sultana. E kanë zonë gjelin e sultanit. Ligjit Allahu Gjelalu. Edha i sultanit ka thonë, po, e ndrejshë në të qishë. Dhe këta e kanë bëjë hudit shumë vëzër. Kur ka bëjë dhe një gjalli i madhë, që një gjalli i rabinit, gjalli i kretarit, ka thonë hajtë se e ndëshkojnë pak, po jo se qojnë deri në fund 100%. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kush me autoritetin e vet ndërmjetson, kjo vëzë është shumë rrezik. Kjo mund të ndodh hoxhës, kjo mund të ndodh dietarit, kjo mund të ndodh kryetarit muslimanëve, kjo mund të ndodh secili çka ka, për shembull njëri të plak të shtëpia. Ai e sheh se njëri është i bëu zullum. Thot lebe unë po tham çështo. Kush je vetëm të thon çështo? Çish, unë po thot me autoritetin tam po tham ti e gabim, ti e ke mirë. Pa u kon çështo. Thot pe mësam, kush ban çështo? Ta dije se ato armicu me Zotin. Apo vlla e kia, edhe s'ja merr hakina. Pse e ki vlla? Pse e ki bab? Pse e ki djal? S'ka mundsi. Tha pejgamberi alayhis salam, kush shtihet në batil, e ai e di që është batil. Njëri shtihet, çështo ba? Ai e di që është batil. Tha pejgamberi alayhis salam, vazhdon hidhnim të Allahit me jetu derisa të shkulet pikë kësaj gjendje. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e thot për një musliman një diçka çka ai se ka, i bani iftira, Allahu na ruaj, shpifje. Ai thot çështo, ajo çështo, e di, se di, edhe i bani iftira, dhe ja u pa autoritetin mesin e njerëzve. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Askanahu Allah radghat al-khabal hatta yakhruja mimma qal." Ka me ba Allahu mu kanë pe atyre që kanë me pi për radghatul khabal. Çka është radghatul khabal? I kanë thënë sahabët, ja Rasulullah, çka është kjo radghatul khabal? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, çelbi i banorëve të zjarrit. Kush i ban iftira muslimanit, kush e shpif muslimanin, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur dënohen banorët e zjarrit ju del kelb.
kelb me gjak i përzim. Sa i tu djeg i del kelb. Apo, nëse njeri është plot qelbe. E Allahu ja ban me pije thot. Ai edhe në zarme dhe pije që ta pse ke bëj iftira për njerëzit. Iftiraja e madhe. Mos bani iftira për kërkan. Po se ki dëshmi, atar dëshmo. Ama me bëj iftira, e merr ti kan inati, sta ban lukthi. Hajtu t'ja baj unë një manovër të rëzoj, i ban hile. Kjo është rrezik me te Allahu te bareke ve teala. Kjo është se ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Dhe ka edhe shumë prej ngjarjeve, të cilat për shembull rasti kur e kanë gjetur një sahabi të vram në mesin e jehudive, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas fakt, e pastaj i ka thonë, kanë keni që akuzoni? Ka thonë ja Rasulullah, e kena gjetur vram të jehudit, po se dina ka pas emrin Abdullah ibn Sahel, i vrami. Se kena pa, ama kjo i vram, i gjumë bunar. Apo dhe jehudit kanë bëhë kështu manovra, kanë vram njerën dhe kanë nënë që ty. Mirë po s'ka. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, bani ju 50 herë beje, edhe 50 herë kam ishti me bëhë beje jehudit, se kanë vram. Edhe ato kanë thonë ja Rasulullah, shështë të qafirin, ku ti besojnë qafirin qaj ban be, si besohet betimi, kër e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk po rregullohet kjo punë, atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka thirr familjen e të vrarit, edhe ja ka dhënë 100 deve, edhe ka shkujt problemi. Kanë dhënë dietarët për shkak se ka ndodhur kjo mas lirimit të Khajberit, edhe kanë pasur një marrëveshje. E pensoj se ka dashur shumë, do tash të hihet detale shumë, ta ti dalë edhe një herë problem me jehudit, edhe do ka pas ndoshta argumente që ata janë vrasësit, se ata u kanë i vrami, mirë po më thon çka ka bë, ka ndërmjetsu vet. Andaj kanë dhënë dietarët edhe një herë kur ka hapësirë, shariati, hapësirë drejtësie, hyn i madhi, thot sa dulla, sa e ki hakin, së më përgjenjë shashune, kush e ka bëha këta, që kaq, meri. Apo, kjo vlenë sigur për të parin e muslimanëve, si për të parin e fisit muslimanëve, si për khalifën e muslimanëve, kryetarin e muslimanëve, si cili që ka sultan në mesin e muslimanëve. Gjithashtu, rast, edhe me këta e përfundojnë, vazër, ka edhe shumë prej rase përse do t'i shmangemi, ka shumë gjykime për nësam që i ka bo, nuk kemi mundësi me i përmenë, vetëm njëra, kër e ka bo për nësam luftën e Hudejbjes, marrëveshjen e Hudejbjes, e pjesë e marrëveshjes cila ka qenë, shko, ktheu në Medinë, hajde në mot, ban umra edhe largoju. Umra 3 dit i ka ndonë mundësi. Kër janë bo 3 dit, kanë arë të Aliju, radhjallahu an, banor të Mekës, edhe i kanë thonë, thuj këti dostit tanë, se Allah se kanë besu si pejgamberët, i kanë thonë, thuj këti dostit tanë, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u banën 3 dit, dil për këtu. Të lam me hi 3 dit, ta është largojo. Tu largue, ka ardhë qika e Hamzës, e cila ka qenë jetime në Mekë. Edhe ka shkujt e Aliju. Apo, ka dash me shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me ardhë Medinë, qika e Hamzës. Edhe, e ka morë, tu vrapue, edhe i ka thonë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o aq, pra merrem edhe mua në Medinë. Pse ka thirr aq? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Hamzën e ka vlla prej gjinit edhe aq. Atë ka thonë o aq jam, merr edhe mua. E ka marr Aliu radhiyallahu an, edhe i ka thonë Fatimës, ka thonë merre ta ruaj nana, se çiki e timi, çiki e Hamzës. E ka pas vajzë të Axhës, apo djali i Axhës nga Hamza. E kur kanë shkuar në Medinë, ka ardhur ajo çika e Hamzës, Umame, edhe ka ardhur Gjaferi, edhe Zejdi ibn Haritha, edhe ka thonë ja, kjo çik neve na takon. Pra Aliu ka thonë, unë e peruj, Gjaferi ka thonë, unë e peruj, Zejdi ka thonë, jo unë e peruj. Gjaferi ka thonë, kjo qika e migjës tem. Edhe tezën e kësajna, unë e kam gruje. Tezën e kësaj, unë e kam gruje. Zejdi ka thonë, mu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Hamzën ka po vlla. Kur kemi ardhur në Medinë, ka thonë ti o Zejd, sepse i ka vllaznuar. I ka vllaznuar në Medinë. Edhe i ka bile me mu trashëgue, pastaj ka shfuqizuar Allahu xhelalu ala. Edhe i ka thonë, mu më ka vllaznuar me Hamzën, unë kam çik vllavi kët. Me vllaznimin e Islamit. Aliu ka thonë, edhe unë kam çik migje, plus gruaja ime e ka çik migje. Pra, mu më lidhet ndjan. Edhe kur kanë ardhur te pejgamberi sa më ka thonë, ja Rasulullah xhikona. Un po du me rujt. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, këshire që kanë bo për me rujt jetimin. Këshire sa i kanë dhanë hujum, unë e pe marë, s'pe marë. A njani, subhanallah il adhim për neve, thot, a ti pe ma nanën, a unë e pe moj nanën. Apo, këshini rasa, vritën, pse? Këto kanë ngajt qik jetimi, kush pe ma, unë, jo mu më takon. Apo, a njerëzit qka rokon dhe zërë?
Jo thot mu s'm takon nana. Apo s'm takon. E çu shiko mundsi? Ataj, shiko, janë rrugë ta. Atëre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë, kjo i takon Xhaferit. Kjo i takon Xhaferit, sepse tezën e ka burr, domthon tezja vet e ka burr Xhaferit. Domthon e ki edhe gjalmigje, po edhe tezën tonë e ka gruaja tash. Apo atëre ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al khalatu bi manzilati al Tezja on vend nanës. Tezja është në pozitën e nanës, andaj e ka morë. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë o Xhafer, ti më ngal mua në pamje edhe në akhlak. Pastaj ka thënë o Ali, ti je jemi. Ka thënë dietar, ka dashur mi qetësu. Tash, edhe gjikova e këtyreve tash ti qetësoje se don ka thënë s'ma dave mua, ka thënë o Ali, ti je jemi, un jam i joti. Pastaj ka thënë Zeidit, o Zeid, ti je vllavi jon edhe miki jon. Ka dash me i qetësue. Pse ja ka thënë Xhaferit? Sepse ka pas në dy anë diçka. Në dy anë diçka. Ka baba, vajz të Axhës. Hamzën e ka pas Axha, Xhaferi. Edhe tezën e kësaj vajzës e ka pas gruaja Xhaferi. Andaj ka thënë mësam, pasi që kjo tezën e ka te ti, maje ti. Sepse i duhet emocioni edhe përkthjelja e nanës. Kjo vëzër që argumenton, ja vetëm një mësim po e përmeni, edhe me këta po e përfundoj, ka thënë dietarët, lejohet dhe është e natyrshme, jo lejohet, është e natyrshme, ndodh që të mëdhojt të hasmorohen për një mesele, edhe me shkujtë dikush më i madh. Sigur për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shkujtë ai Xhaferi, Aliu, Zeidi, tri burra, të mëdhoj burra. Shikoj vetëm Xhaferi i ka thënë ti je si unë, në pamje dhe në akhlak. Zeidi i ka thënë ti je vllavi jon, miki jon. Aliu i ka thënë ti je jemi, unë jam i joti. A këto në mes veti ka ndodhur janë rrok. Apo ne kanë ndonjë dietar el khusumatu bain el kibar, ndodh muhasmu të mëdhojt. A ju bje pozita? Jo. Janë thotë çish bën rrok, janë rrok Allah. Të mëdhoj. Apo kjo ndodh. Janë asmoru ulema. Imam Ahmedi thotë shumë kemi pas konflikt me Hanefit, na ka pajtu Shafiia. Çiko? Ndodh. Apo janë rrok sahabët donjë. Mirë po këtë këto i kanë menaxhuar me libër të Allahut dhe sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo vëzhgë është një fragment shumë i shkurtër, apo fragmente nga gjykimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mes të palëve të asmëruara, dhe kjo ka qenë prej asaj se pejgamberi sallallahu i ka zgjidhur problemet e tyre. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu na mëson Kur'anin, na mëson hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na bën Allahu gjëra tolerant në hakët tona, na bën Allahu te bareke ve teala që ta dojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu ditët e agjëruara Allahu t'i bën qabul, ditët që na kanë bërë Allahu na ruan shëndetin, motivin. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelalu na mundson të tamrinë natën e Qadrit me lutje dhe me vepra të mira. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.